Të nderuar shikues të Veriu Sport, jemi drejt për së drejti nga stadiumi Loro Borisi, vetëm pas pak çastesh starton sfida historike. Vllaznia e Shkodrës, Malisheva e Kosovës. Për të parën herë ndesin këto dy skuadra në Kupat e Europës. Është një atmosferë sportive dhe shumë festive, sidomos nga tifozeria dhe nga kampi i Malishevës që kanë ardhur në grup tifoz, por edhe autoritete nga Malisheva. Njëri prej tyre është Hashim Hoxha, shumë i njohur në Malishev, një intelektual, por edhe një pjesëtar i stafit Malishevës, sidomos për grupimin e tifozëve, apo jo? Përfaqësues zyrtar i tifozisë Tornado. Përfaqësues zyrtar i tifozëve. Hashim, mirë se erdhën në Shkodër. Mirë se u gjej, faleminderit për mirëpritjen. Si duket atmosfera? Atmosfera vllazërore. Mashallah, mirë. Çka më thon tjetër? Për fillimit deri në mbarim gjithçka ka shkuar mirë na kanë prit, mirë u kanë gjithë, mirë inshallah ju lojm, fitojmë më mirë. Te vllazët e na. Vllazërore, por fusha e lojës do të Fusha e lojës pak rreziku për neve. Na kanë luajtur edhe me ekipe më të mëdha, më të vogla, humbin e përjetojmë me sportivitet. Këna humbën për balkonit Malishev, këna humbën për dritës, edhe në Kosovë nuk e kemë problem humbjen. Na e kemë rëndësi me lujtë. Në momentin kur shorti përcaktoi vllaznia Malisheva, si u prit në Malishev? Po, faktikisht mendoj unë e pritën mirë, për arsye se shumica e qytetarëve të Malishevës gjatë luftës kanë ai këtu, kanë ai domethënë në Shkodër, domethënë edhe në Nord. Shumica tifozëve në edhe me po Shkodrën edhe me po lojën. Dhe njëri prej tyre jam edhe vetë, me këtë familje do me nusën, me gocën, me çunin e vogël, edhe fitues më e mirë për neve kjo pak rëndësi ka zototi. Na në si duket gjendja e skuadrës, se ju jeni krejt pranë Shkodra, ambientit e me vërtet Shkodra për shkak të reformave tash të pjesës dytë të kampionatit. Po bë disa reforma. Ka bë disa reforma, po nuk është në atë formën është optimale si më të mirën, po besojmë që aty do të jenë barabarta dikon me vllazninë, sepse vllaznia vjet që ka histori të mëdha. Edhe me një barazim mund të jeni të kënaqur, po shumë të kënaqur me barazim, po me një humbetet nuk është problem i madh. Pse vllaznia është tek 1919. Dhe gjithçka vendoset pas një jave në Kosovë, sipas informacionit, është pasqyruar se do të luhet në Podujev. Ju më thatë pak me herët se... Unë nuk mendoj që do të luhen në Podujev, nuk e di kush e ka bën atë caktim për arsye se jo që i përcaktojon, po federata do të me lëviz këtë orar për arsye të motit, se Kosova është shumë nxehtë edhe Kosova. Edhe domethënë me këtë temperatura nuk mund më luse, stadiumi Llopit nuk ka, stadiumi Zahra Pajaziti nuk ka reflektor. Duhet më lujtë ose në kombi nacional ose në stadium dikon periferik do të më zgjidhen. Ishim me Hashim Hoxhën, një emër shumë i njohur në Malishev, për konati mund themi që është përgjegjësi kryesor i tifozëve të Malishevës. Faleminderit Hashim. Respekt, urime fitoft më mirë. Fitoft më mirë dhe takohemi pas një jave, takohemi në Kosovë. Po ju presim. Dhe takim vëllazëror, por vllaznia kërkon kualifikimin. Fitoft më mirë, i urojmë vllaznias të në më të mirat. Respekt. Të ke fundit na muna me fol po lojtarët ata që bojnë diferencën. Respekt. Faleminderit,